Me 27 prill të vitit 1999, forcat serbe kishin larguar me forcë nga shtëpitë e tyre civil shqiptar të rreth 30 fshatrave të rrethit të Gjakovës. Më pas, në mej të Gjakovës i kishin masakruar 377 civil. Përnder të kësaj dite dhe për të ndëruar të rënët në këtë masakër, në kompleksin e varrezave në mej të Gjakovës bën homazhe kryeministri Albin Kurti dhe figura të tjera institucionale. Pikërisht nga masakra më e madhe, realisht nuk kemi dëshmitar, sepse i kanë vrarë që të gjithë. Masakra e Mejës është dëshmi e gjenocidit Serbisë në Kosovë, e cila ka synuar shfarosjen e popullit shqiptar. Me 27 prill janë bërë 27 vjet nga kjo masakër dhe ne kujdesemi që asnjëherë të mos harrojmë e gjithmonë të përkujtojmë gjakun e derdhur për liri të martirëve dhe dëshmorëve të kombit. Por njëkohësisht angazhohemi maksimalisht që institucionet e drejtësisë e të sigurisë të sjellin para gjyqit dhe të dënohen ata që ishin urdhërdhënës dhe ekzekutor. Ka disa vite që është e mundshme të bëhet edhe gjykimi në mungesë dhe tashmë është rritur numri i njerëzve kriminal serb që po dënohen në mungesë. Aktualisht jemi 1565 persona për fatin e vendodhin e cilëve nuk dihet, pra që vazhdojnë të jenë listë në persona dukur me forcë, përfshirët 16 viktima nga masakra Mejës. A ka ndonjë informat për këta 16 të tjerë potencialisht në cilat vende mund të jenë varrosur? Pashmangshëm që kërkesa vazhdueshme në mënyrë veçantë po e them vitet fundit, mbetet kërkesa për të rikthyer lokacionin e varrit masiv në Batanic, me sipas gjitha danave që ne kemi shërtuar bashkë me kolegët nga policia, kolegë nga Instituti Mjekësisë Ligjore, dana që kemi planuar nga Komiteti Ndërkombëtar të Kuqit Kuq, kemi konkluduar që në këtë zonë ose në këtë lokacion për në hapësirën e varreve masive në Batanic, vazhdojnë të jenë ose duhet të jenë mbetur mortore ose forma të 58 viktimave. Tash jo domosdoshmërisht mund ta ndërlidh me masakrën e Mejës. Megjithatë u pas parasysh që viktimat të masakrës Mejës, viktimat të masakrës familjes Berisha 26 mars 99, viktimat të masakrës Lubenicit, viktimat të masakrës në 2 majit Vushtrës, viktimat të masakrës së lagjës Dardania të Pejës janë gjetur pikërisht në lokacionin e varrit masiv Batanic, pra pashmangshëm Batanica vazhdon të jetë pjesë e agjendës. Gjatë vitit 2026 jem në komunikim me familjarët për intervenimet që kanë qenë të parapara në pjesën e hapësirave të varrezave, ku planifikohet më bo një shtrirje në gjithë varrezat për shkak se terreni këtu është pak më i vështirë dhe mendojmë që ka me qenë një stabilizim i përhershëm. Pjesa muzeut mrena është kry me pajisit për prezentimin e ekspozitit që do të ndodhë shpejt. Do të jemi bashkë me Institutin e Historisë, Institutin e Krimit dhe me kolegë që do të bëhet kjo ekspozitë shumë shpejt.